edhe njeriu shpeshherë ka ditë ta synojë edhe vendin e Zotit. Pra ta tejkaloj ta quaj edhe veten Zot, për arsye se po ka natyrshmëria njeriu ka dëshirë t'ja përngjojë Zotit. Edhe në cilësi, edhe në gjitha. Pra edhe kjo ka njerë jep si forme njeriu të drejten që ta synoj edhe vendin e Zotit. E që është përjashtëm për gjitha krijesave tjera. Ne kemi ndoshta edhe shejtanin, po nuk synon vendin e Zotit. Ndoshta ti kaloj kaq shumë kufit është ekspoziteti i njeriu. Për këtë duhet të përkujtohen këta kufit. Si duhet ta kuptojmë konceptin për shembull se jemi shëmbullim i Zotit në tokë. Disa herë na vjen nëpërmjet teksteve religjioze. Po qëllimi po edhe në ajet koranore të surës Bakara në fillim kur kuptimin e versionit mirë apo jo? Patjetër. Por nëse e kuptojmë jetën edhe funksionin e njeriu në tokë, për rregullimin e jetës, ashtu sikur Zoti të ishte në tokë. Por ne duhet të synojmë ta rregullojmë jetën në tokë, edhe të kemi përgjegjësi jo vetëm ndaj llojit njerëzor, por ndaj gjitha krijesave që janë në tokë, ashtu sikur Zoti të jetë, për arsye se ne jemi me këmbë të tij, apo zëvendës së tij. Natyrë për rregullimin e jetës, po jo edhe të kundërtën, për korruptimin dhe degenerimin e jetës. Por ne jemi përgjegjës jo vetëm për llojin njerëzor, po për tërë jetën, gjitha jetat që ekzistojnë në tokë.